Finalizohet operacioni policor Fake Cash, goditet një rast i shpërndarjes së kartë monedhave të falsifikuara. Vjen në pranga dy shtetas që siguronin euro të falsifikuara dhe procedohet penalisht një tjetër që i fuste në treg duke kryer blerje në bizneset të ndryshme të qytetit. Specialistët e seksionit për krimin ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Fake Cash. Si rezultat u arrestuan flagrant shtetasit JT 25 vjeç banues në Skrapar, BS 35 vjeç banues në Përmet, si dhe u procedua në gjendje të lirë shtetasit TK 24 vjeç banues në Vlorë. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin aktivitet të kundërligjshëm të shpërndarjes së kartë monedhave të falsifikuara në qytetin e Vlorës. Shtetasi TK dyshohet se siguronte kartë monedha false nga dy të arrestuarit dhe më pas i fuste në treg duke i përdorur për blerje në bizneset të ndryshme të zonës. Gjatë operacionit u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një shumë prej 2550 eurosh të dyshuara të falsifikuara, në prerje 50 dhe 100 euro. Në drejtimin e prokurorisë së Vlorës vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të palishme. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.